Kamet Shqipëria në vosha. Avdi pash mos e thuj aj fjallë. Mos e thuj atë fjallë që të bëj që i konë dhe zanon. Po. Pa e gjenë të bëj që të konë nona, se në Shqipëni ka djemë që zona. Që për mbretet trojet veta, nuk u dhimësët, gjaja as jeta. Qashtu. Ta ma të fort janë fush mejdanit, ta ma të rapt janë balë dushmanit, marrë vetit kur si lanë, pak sulm kry pa po nga në kom. Ka qene, është një aftësie modhe e fishtës, atë kome ko, të fort, ose kupa. Që në vraninë unë jam tashtu i donë, cubat njazit me janalë. Qashtu. Veç që... Hajde, ose kuka, po të fletë fjalla, po të ka zënduka. Edhe duka, edhe se a i thët poshës, që të Kamet Shqipëria në vosha. Avdi pash mos e thuj aj fjallë. Mos e thuj atë fjallë që të bëj që i konë dhe zanon. Pa e gjenë të bëj që të konë nona, se në Shqipëni ka djemë që zona. Që për mbretet trojet veta, nuk u dhimësët, gjaja as jeta. Qashtu. Ta ma të fort janë fush mejdanit, ta ma të rapt janë balë dushmanit, marrë vetit kur si lanë, pak sulm kry pa po nga në kom. Baba i Avnis Pahiut, ambasadorit, lahutën e Malqis për menç, prej fillimit deri në fund. Osmona i vazë që të një Dobrejeves një, i Tashmira di. E ka dit lahutën e Malqis prej fillimit deri në fund. Për menç. E kam su. E këtë të regjem, që shtu kam dëbumin, që të pëfishtë, shqipoj dëbumin. 16.200 vargje. Wow. Për menç. Krejti ka ditën lahutën e Malqis, qaj Osman Ajvazion. E kam edhe si tregimtare, kalon shumë fjale. Edhe Armend Baloku, një aktor i moshës së re, 40 dishka aktor i Kosovës, a e bërë bukur fishtën. Ekipone e kumë. Ne kam qenë Sofra Shkodrone. Shashir Saravadiku, i knoj një dy kongë, e ka knu një kongë pritna non Shqipëri. Për një natë jem nisë, po ma shumë dërri. Aja është një kongë shumë, krejt një kongë, 400 vetë solla, se aj program bëhet për vitri. Në një dola une me anekdota. Së rejë shumë pjokeq. Pse më shka i patë ndur të zonë? Dhe unë do anekdota si kritik, se në Shqipëni s'kanë guzu mu të regu anekdotat. Nja 40 vjetë. S'ka anekdota. S'ka anekdota, se për një anekdot ke shku në vërk. E kështu që, për shemë dhe kom atje një rast për Tano Banushin. Tano Banushi ka qenë humoristi maj madhë shqiptar, ka qenë udhëhesi e stradës Shkodrës. Edhe shkojnë këta të partisë, me mojtë një mledhi të strada. Tano s'kish më rjende. I thujnë këtyne të komitetit të partisë, fol një pak se rakia do me mytë. Po pinë shumë, Tano. Tano, po. Kur vjen Tano përshëndetet në ata të partisë edhe thët,